Alba Story prezanton. Përshëndetje. Unë jam Shpendi dhe tani I kam mbushur tek 58-at, por trupin e kam akoma si lastik prej punës në bujqësi. Jetoj në një fshat ku toka është bugë dhe djers. Jam I martuar me shpresen prej 30 vitesh, e cila është një grua e mirë, e punëtore, që nuk mi ka prishur kur fjalet. Por jeta, siç thonë, pas ka disa kthesa që nuk I merr dot me qerre. Aty, në fshatin ngjitur, jeton motra e shpresës, kunata ime, Liria. Ajo është 48 vjeçe, edhe ajo e martuar dhe ka një burr. Por fati e solli që tokat tona, ato arat ku mbjellim misër e grur, të jenë të ngjitura njëra me tjetrën. Na ndan vetëm një gardh I madh, I thurur me ferra e me doshk, që nuk depërton as syri. Por gjithçka nisi vitin e kaluar, në kulm të vapës së kurrikut, ku ne ishim duke punuar në ara. Secili në punë të vet. Liria ishte vetëm atë ditë, e unë po pushoja në hijen e një lisi tek cepi I arës. Ajo u ofrua tek gardhi, mu drejtua me atë zërin e saj që të hynte në vesh si mjalt. O Shpend, po rri shumë në hije ti, po na e merr punën në përkëmb, tha ajo duke qeshur dhe duke fshir djersët me shamin e kokës. Puna nuk mbaron kurrë moj Lirie, por njeriu mbaron, ja ktheva unë. Ajo me hodhi një shikim që nuk ishte I zakonshëm. Njeriu mbaron nëse nuk di t'i shijoj ato pak momente që I jep jeta. Me tha ajo dhe me hodhi një çokoladë të vogël përmes gardhit. Merre tha, merre se të jep fuqi. Aty e kuptova. Nuk ishte thjesht një rrezillek, ishte një sinjal. Pas asaj dite, gjërat ndryshuan. Ne nuk kishim nevojë për telefona. Ne kishim natyren. Krijuam si të thuash një kod. Kur unë doja ta takoja, bëja sikur po fishkëlleja qenve e po thërrisja bagetin. E kur ajo donte të më shihte, godiste me shat 3 herë mbi një gur të madh tek gardhi. Rreziku ishte I madh. Kishte ditë që unë isha në arë me shpresën gruan time. E Liria ishte aty një 20 metra me tutje me burrin e saj. Ne punonim, por syt na kërkonin në përbrazda. E mbaj mend një herë, ishte një ditë me diell të fortë. Gruaja ime po mblidhte barin një 2 dynëm me larg. Liria me bëri me shenjë. Ishte sinjali për t'u takuar tek gardhi I madh, aty ku ferrat ishin aq të larta sa nuk na shihte askush. Unë bëja sikur do shkoja të pija ujë tek burimi, apo sikur do të shkoja të rregulloja veglat. E ajo bënte sikur po kërkonte ndonjë dele që kishte humbur rrugën. Takoheshim tek ai gardh, e ishte një botë tjetër. Më sill çokoladën time, më thoshte ajo, duke qeshur me zë të ulët. Unë kisha filluar t'i blija çokolata sa herë shkoja në qytet për të shitur prodhimet. I fshihja nën rrobat e punës. Ja jepja dhe ajo I hante
si kur të ishin gjëja me e shtrenjtë në botë. Shpend, a ke frikë? Me pyeti një ditë, ndërsa qëndronim të mbështetur pas dushkut, duke dëgjuar zërat e bashorteve tanë që flisnin një 50 metra më tej. Frika është për ata që nuk ndjejnë asgjë. Unë këtu te ky gardh ndjehem 20 vjeç sërish më i lirie, i tha Shon. Gjëja më e habitshme ishte se si nuk dyshonin. Shpresa, gruaja ime, ishte aq e bindur tek besnikeria ime, sa që kur unë i thosha, po shkoj tek ara ngjitur, t'i jap një dorë lirijes se po lodhet, ajo më thoshte: shko o shpend, bëj se vap, se motër e kam. Më vinte keq, por ndjenja për lirin ishte bërë shumë e fortë. Na pëlqente edhe rreziku, e kishte raste kur ne takoshim fshehtas te gardhi, i jepnim dorën njëri tjetrit përmes ferrave, dhe pas 5 minutash ktheheshim në punë, sikur asgjë nuk kishte ndodhur. Një ditë, burri i lirijes erdhi tek unë për të më kërkuar një çelës. Unë e kisha çokoladën e lirijes në xhep, gati për t'ia dhënë. Zemra më rrahu fort, por mbajta qetësinë. E liria po na shikonte nga lart, duke qeshur në buzë. Ishte ajo lojë që na mbante të gjallëruar. Tani ka ardhur dimri. Toka po pushon në ndebor. Ne nuk dalim dot më në arë si me parë. Por sa herë shpresa thot: o shpend, po na mbarohen çokoladat që ke bler. Unë qesh me vete. Njëheri përshpërita shpresës se do dilja të shihja kanalin e ujit, por në fakt mesazhi ishte për lirien, të enjten në orën 3 pasdite tek vendi. Ajo e mori sinjalin me një herë. Në orën 3 pa një çerek, unë bërrita aty. Mendova se do të isha i pari dhe do ta prisja unë. Por kur u ofrova tek gardhi i madh, e gjeta lirien aty. Ajo kishte mbërritur me herët. Edhe pse unë po ecja drejt saj, ajo nuk më pa. Ndërsa unë e vështroja me admirim nga mbrapa. Ishte ulur pranë rrënjës së lisit të vjetër dhe po largonte me dorë dushkun e thatë që kishte rënë mbi barin e njom, duke hapur një vend ku të uleshim. U afrova ngadalë pa bërë zhurmë që mos ta trembja. Kur mu gjend pranë, i dham dorën njëri tjetrit përsëri, ashtu si në vapën e verës. Aty mbi aty dushk që mbante era tokë. Ajo me buzëqeshi me atë qetësinë e saj dhe më tha: ulu pak o shpend, sepse kemi shumë për të folur. Unë ula pranë saj, ndërsa ajo, nëse doni të ndiqoni historinë deri në fund, bëjini videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjni subscribe.